Përshëndetje të nderuar shikues, jemi me emisionin On Time në televizionin Koha. Në këtë cikël zgjedhor, pra të zgjedhjeve lokale të vitit 2025, do të zhvillim një maraton debatesh, pra do të kemi një format pak më ndryshe të emisionit On Time, si se ajo që jemi mësuar ta shohmi. Pra do të kemi debate me kandidatët për kryetar komunash në komunat që gravitojnë në fushën e Pollogut, por ftesë kemi dërguar edhe për komunën e Çajirit si një nga komunat më të rëndësishme dhe ku do të zhvillohet një garë më e ashpër politike. Për sonte kemi të ftuar në studio kandidatët e komunës së Bervenicës, pra një komunë ku do të zhvillohet gjithashtu një garë interesante, mirë por prezent në studio e kemi vetëm kandidatin e mbështetur nga koalicioni i Aleancës Kombëtare për Integrim, zotrin Enver Pajaziti. Mirëmbrëma dhe mirë se na erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën dhe juve si televizion ju uroj punë të mbarë në këtë maraton të zgjedhjeve lokale. Faleminderit shumë. Ndërsa kundër kandidati i zotit Enver Pajaziti, pra zotri Aqim Ramadani, nuk ka ardhur ende deri në këtë çaste, unë për hir të korrektësisë do kisha dashur që të lexoj arsyetimin se pse nuk ka ardhur. Pra, këtu kemi një lajmërim të cilin e ka bërë në Facebook. Dhe unë do e lexoj për hir të korrektësisë, të nderuar banor të komunës së Bervenicës, pra po citoj Aqim Ramadanin. Pas diskutimeve me shumë shok, miq dhe dashamirë, kemi vendosur në komunën tonë nuk na duhen debate ndarëse, por ura lidhëse. Kujtojmë se debatet para 4 viteve mes kandidatëve shqiptar na treguan se debati nuk i afron njerëzit, por i ndan. Për këtë arsye, nuk do të marrim pjesë në debatet me përfaqësues të koalicionit të AKI-s, por do të marrim pjesë në emisione ku do të shpalosim programin dhe vizionin ton për komunën. Koha për ndarje ka mbaruar, tani është koha për bashkim. Pra, ky është statusi i Aqim Ramadanit, kandidatit për kryetar komunët të Bervenicës nga radhët e koalicionit Vlen, e që sot nuk e kemi në studio, pra siç edhe shihet karika e tij është bosh. Tani do të kthehemi tek zotri Pajaziti. Fillimisht do kisha dashur që t'ju pyes, nuk do doja ta nisi emisionin në këtë mënyrë, por pse mendoni dhe si e komentoni arsyetimin e zotrit Aqim Ramadani apo kundër kandidatit tuaj për mos pjesëmarrje në emision? Shihni, mu personalisht unë e kam lexuar mbram këtë status edhe më vjen keq pse është kështu. Ndoshta do ishte më mirë sikur ta kishim biseduar ne paraprakisht. Unë me Aqim Ramadanin takohem çdo ditë, sepse Aqim Ramadanin e kam pas 30 vjet në komunë, e kam pas një ndër bashkëpunëtorët më të afërt dhe ashtu e konsideroj akoma dhe unë se llogariti kundërshtar politik, sepse ne për fat të mirë herë e parë ndodhen që jemi ditavore politike, nuk kemi shumë kandidat dhe nuk kemi pse ne të përçajmë votuesit, ne duhet t'i bashkojmë votuesit. Nuk do të thotë se mosardhja i ndan ose bilem ardhja i bashkon. Ne në këtë studio do jepnim një mesazh për votuesit ton, mesazh miqësie, mesazh uniteti, mesazh për të mobilizuar votuesit të dalën të votojnë. Unë çdo ditë jam në terren dhe çdo ditë unë apeloj të qytetarët, ma pak atë dëshmi kam edhe postimet e mia, se unë nuk bëj postime, nuk bëj premtime shumë, vetëm punoj që të mobilizoj qytetarët edhe ende nuk ka ndodhur një njeri të vetëm që ka dhe më të afërt i them se a do votojnë AKI-n apo them dilni dhe votoni, po përcaktoni sipas bindjeve tuaja, sepse për mua që e kam thënë shumë herë dhe prapë e them, kundërshtar toni ne kemi dihet. Palën tjetër, nuk është kundërshtar Vleni, nuk është kundërshtar Aqim Ramadani. Ne duhet të punojmë, të mobilizojmë votuesit të dalën sa masovikisht të votojnë, sepse shifet prej tash se kundër kandidati, do të thotë ose kandidati i palës tjetër, i vëmëros, ai është në aksion të madh, bile tani po është gjuaj të votuesit shqiptar, sepse ka një ramje të madhe të votuesit e vet, që për fat të keq edhe para 3 ditë e kanë thirrë edhe në Kroaci, është duke bërë kampanjë, kështu që më duket kjo një farsë dhe jam i bindur se shqiptarët nuk e bëjnë më gabimin e vitit 2021. Po ai vendimi i Aqimit është personal, e vlerësoj,
sepse çdo kush ka vendimet e veta, ka këshilltarët e vet, ka trupin votues të vetin. Besoj që nuk do ki debat, nuk do të nxite asnjë të keqe, por besoj që do jape një mesazh shumë pozitiv. Mirë, zotri Pajaziti, do i kthemi pak temës të cilën ndoshta qytetarët e komunës së Bërvenicës do kishin dashur që më së shumti ta ndëgjojnë. Çfarë do të bëni ju për Bërvenicën nëse përsëri zgjidheni si kryetar i kësaj komune? Çfarë u premtoni qytetarëve të komunës së Bërvenicës dhe pse ato duhet të ju votojnë juve? Po shihni, arsiet janë shumë gjithmonë në krejt cikle zgjedhore dhe në krejt këto promovimet parazgjedhore ka oferta të ndryshme. Do të thotë varësisht ka oferta që janë oferta vetëm për të bërë, si me thënë, tifo, ka oferta që janë edhe reale, të sinqerta. Unë në vitin 2021 përgatita një platformë zhvillimore shumë ishte progresive edhe shumë ambicioze, sepse atëherë isha në tjera rethana, isha në fund të mandatit dhe e dija se sa nga ato që bëra unë 10 vjet, transformimin e tokave shtetënore, nga ato kullota bujqësore në ndërtimore, dhe isha dikun të mos them ama mbi 150 hektar kanë qenë toka të gatshme për shitje, edhe u bazova në të hirat vetanake të komunës, duke u bazuar në ato të hira, unë e bona edhe programin ambicios, ku çdo premtim që e dash për çdo vendbanim, isha më se i sigurt se do të realizohet. Por ja që ajo nuk ndodhi, edhe nga ato projektet, po ta marrësh platformën politike të vitit 2021, është pastër e kopjuar nga platforma ime, të cilën e ka marrë kandidati aktual dhe ka realizuar disa nga ato projekte, por nuk janë të realizuara projekte që janë projekte vitale, projekte kapitale. Ai ka shkuar më tepër në projekte për të bler vota, sidomos në periudhën tash që është zgjedhore, 3 vjetët e para, 3 vjetë e gjithë ai në fshatra shqiptar një gosht të vetër nuk e vuni, është fokusuar tash në gjithë vjetorin, do të tani në periudhën para zgjedhore, ku është duke bërë bile besoj se etika edhe regullat e zgjedhjeve nuk e lejojnë, po ai e bën atë, ka hi edhe në për shtëpia, në për mohalla, në për se di ku, bën një invazion të këtire infrastrukturës që janë punë të vogla, por normal që ai me ato mundon të animoj të blej votuesit. Kjo ka kundër efekt në kuptimin se ai nuk, sikur ti kishte bërë prej fillimit të punë, do ishte në rregull. E tani unë kam ndjek krejt këtë periudhë 4 vjeçare, prej momentit kur 2021-2025, dhe normal që i kam pa krejt ato mungesat e komunës, sepse paramendoni tash unë prej 2009-2021, 13 vjetë për shkak të Covidit u shtitën një vjetë zgjedhjet, e nisa nga e para, do thotë komune vetme rurale që e lash me gati se 80% me kanalizim të kryer në krejt vendbanimet. Infrastruktura rrugore 80% kudo në çdo vendbanim, sepse unë kam bërë investime të barabarta, nuk kam shkuar në target grupa ku mund të fitoj vota, po kam nis aty ku ka nevojë, dhe kjo ka qenë ajo arsye pse unë e pata 3 mandate sukses. Bile edhe mandatin e 4, sepse për mu mandati 4 unë kam qenë kryetar moral, pa e që ndodhi ishte diçka e vogël. Çfarë ndodhi me të vërtet? Do të kthehemi përsëri tek punë e projekteve. Pra, Bërvenica për 3 mandate me radhë u thotë nga ju, pra me një kandidat shqiptar. Çfarë ndodhi në vitin 2021? Po, çka ndodhi? Unë tash në krejt atë situatë çka ndodhi. Mund të përsëritet i njëjti skenar. Jo, unë nuk besoj, sepse njerë gabimin që bëra unë nuk do ta bëj. Por nisem nga vetja, çka ishte gabimi? Nuk ishte gabimi im vis-a-vis votuesve. Gabimi im ishte sepse unë u bazova në numrin e përgjithshëm të votuesve në raund të parë, si blok shqiptar, dhe ishim fitues. Nuk bëna apel në diasporë,
shumë miq shok që ishin të gatshëm të vinë, mu i kurseva, sepse duke i patur votat në vend i kesh ati, të vije dikush 4.000-5.000 kilometre të votojë, të vjen edhe keq gjinat të vinë, sepse është edhe shpenzim material, fizik, gjithçka, por ja që pa është si lëshim të vetës, që tani nuk du ta përsëritim atë gabim, sepse unë këtë herë diasporën e quj ajo që do ta vulose fitoren në këto zgjedhje. Mirë, do të kthehemi tash tek projektet, pra çfarë do të bëni ju, zoti Pajaziti, për të përmirësuar jetën e qytetarëve të Berbenicës? Cilat janë projektet kyçe të cilat i keni para pa? Ne kemi kohë mjaftueshëm për të ndëgjuar ndoshta të gjitha projektet që i keni para pa ju. Por shifni, une njëre do nisem nga e platforma politike që e kam martuar vitin 2021, sepse ka qenë platformë shumë e mirë. Prej asaj janë realizuar disa projekte, por janë projekte të cilët nuk janë realizuar, që janë si projekte kapitale për mua. Për shembull, në çdo vendbanim, ka një projekt spaku që është projekt vital, projekt që është shumë e rëndësi, jo për një grup njerëzish për të marrë vota, por projekt që do të ngele për gjenerata. Unë gjithmonë jam udhëheq nga këto projekte, jo nga projektet për të kënaqur interesat e individëve. Për shembull, da nisim nga Gurgurnica, sepse Gurgurnicën e kemi fshat malor, edhe i vetmi fshat në malsinë e Tetovës, po edhe Magjër, që është vital, që akoma jetojnë atje banorët e Gurgurnicës, e ndë shofën shpresë për të jetuar, bile investojnë, që është kjo për çdo lavdat. E tani për t'i mbajtë ato banorë, për të ngel atje, për t'u dhënë shpresën e jetës, projekti kryesor, unë kisha një projekt 2017-2021 ishte shkolla, kërkese vetme e qytetarëve nga vitet 96, kur kam qenë për herë të parë kandidat nga prosperiteti atëhershëm, por ajo ndodhi si ndodhi atëherë, edhe gjithmonë është bërë në çdo cikël që do shkolla. Edhe 2017 e parë se me premtime bosh nuk bëhet shkolla, edhe unë e premtova qytetarëve me një takim, thash se shkolla do të bëhet, e marr përsipër edhe vetë do ta bëj shkollën, edhe vërtet hina kësaj pune. Është bërë shkolla më e mirë që mund të bëhet, dhe bile më vjen keq edhe në qytet nuk ka ashtu shkollë. Është bërë me mjete vetanake, do të thotë vetëm kemi pas një 150.000 euro grant për bankës botnore, tjerë 450.000 jenë mjete të komunës që i kam. Thotë shkolla është me krejt kushtet po për fatë të keq që numrin nxënësve bie. Edhe këtë herë unë 2021 mbas shkollës e premtova ndajta 2 projekte, ujin e pishëm dhe rrugën, por shumica e qytetarëve kërkonin rrugën dhe unë rrugën e bona bile porosita edhe projektin, që ekziston edhe projekt për rrugën 15 kilometre nga fshati Stenqe deri në Gurgurnicë, rruga aktuale të zgjerohet, rruga aktuale të përmirësohet, ka akthesa të ashpra, ato të zbuten. Pra, premtoni përmirësimin e rrugës Stenqe-Gurgurnicë? Po, ajo është projekti vetëm që premtoni në Gurgurnicë, nga fshati Stenqe deri në fshat, sepse ajo është pika më e rëndë për qytetarë. Çdo qytetar për të ardhur në Tetov i duhet shumë kohë, pastaj i amortizojnë makinat, ka ndeshje, ka pasiguri, kanë raste urgjente, për atë unë rrugën e vej në rend të parë dhe unë e premtoj se rrugën në 2025-2029 do krijet kjo punë. Për shkak se do të mbajmë përgjegjës për këto që po i thoni, do kisha dashur të pyes në çfarë periudhe kohore mendoni që të kryhet kjo rrugë? Në 2 vitet e para, 2 vitet e fundit, 6 muajt e para, po si e keni para pa? Atë që e premtova 2021 isha i sigurt se do krijet 100% sepse kishim mjete vetanake. Po tani ato mjete janë harxuar për budallalliqe, që mund t'i them në të ardhmen. Po. Po unë kështu, me qytetarët jam transparent, më njohën më mirë, unë nuk them se do të realizoj për 1 vjet, por do të filloj nga viti parë, do të thotë në fund të vitit parë ta konsolidoj buxhetin, të bazohem në të irat, në projekte, t'i vjen urat e lidhjes me Bankën Botnore, me SDC-n Zvicrane, me organizatat se
Mbi 70% të projekteve realizuara në komunë të Bërbanicës ka qenë falë bashkëpunimit që kam pas me institucionet... Mbi 70%? Po, është e vërtet kjo. Investimeve kapitale? Investimeve kapitale, ka pas edhe investime të investuara nga Ministria, edhe nga buxheti komunal, por kam pas shumë përkraje nga Banka Botnore, nga SDC-a Zvicrane, Agencioni për Zhvillim dhe Mirëkuptim. Kështu që unë divej këto urat e bashkëpunimit sepse janë ndërprerë tash. Për këto 4 vjet, sepse shihni një komunë që është rangu në top 10 e komunave me prioritet ose që ka qenë atëherë, tani ka rënë një komunë që se njeh më askush. Askundi nuk ka prezente komuna e Bërbanicës në aspektin e përgjithshëm, sepse kryetari aktual nuk është marrë as pak me reputacionin e komunës. Edhe une këtë punë do të nisi edhe jam I bindëm që do të mbarojmë. Do të gjejmë forma të ndryshme se si do të krijmë këtë punë. Por jo, edhe njerë, jo për një vit, po deri në fund të mandatit, sepse është një kosto mbi 1 milion euro, duhet të gjenden fonde. Është edhe tereni I vështirë kam për asjesh edhe e boj, atë nuk kam dishim. Okej, pra njëri nga premtimet është rruga Stençe-Gurgurnic. Çfarë tjetër do të bëni, pra kemi edhe fshatra të tjerë, Miletin, Çellëpek, Radiovës, nëse nuk gaboj. Në Miletin, zbresëm në Miletin, po e kemi Stençen dhe Vllkovijën, edhe ato janë fshatrat e komunës. Edhe aty edhe pse janë me pak banor, po për hir të sinqeritetit, edhe aty u kam premtuar atëherë, sepse punët tjera janë kri, duhet disa rrugë në përfshat të meremetohen, edhe duhet të krijet në ato difshate rjeti ujrave zeza, sepse ujë të pishëm kanë, rjeti ujrave zeza nuk është premtuar prej fillimit mandatit nga kryetari aktual, por nuk e bëri këtë. Disa herë kanë dalë me shifra se sa pare kanë prej Ministrisë Ekologjisë, se di ku, por nuk u bë asgjë. Do të unë premtoj se kjo punë do krijet. Në Stençe dhe Vllkovi, përveç investimeve infrastrukturore, premtojnë rjetin e ujrave të zeza. Po. Këtë në çfarë periudhe e parashikoni zotëri? Këtë e parashikon në periudhën 4 vjeçare, do të dikundi viti, ka fundi në fillim të vitit ditë të mandatit, deri në fund të mandatit në vitin e 3, do të thotë, se unë nuk do të udhiqem si tash në fund të mandatit I bëj krejt punët. Pra do filloni më herët? Më herët, po. Okej. Për vendbanimet tjera? Për vendbanimet zbresëm në Tenov, me një radhitje kështu geografike. Tenova gjithashtu është fshat I mirë, fshat që meriton, sepse I kam pas votues të sinqert, që më kam përkra në krejt cikle zgjedhore, dhe vetë konfiguracioni terenit të fshatit Tenov ofron, është një fshat që rreth lumi në mes të fshatit. Infrastruktura rrugore kryesore është e mbaruar, sepse këtë punë kam kriju në periudhën 2098 e kam kriju, ashtu sa më kujtohet, prej hirjes, prej rrugës kryesore ose rajonale, deri në mes të fshatit, përreth fshatit, deri në dalje, do të është krejt me asfalt të ri, me infrastrukturë të re, kanalizimi janë bëha disa përmirësime ku nuk ka qenë në rregull, ka mbet ndoshta edhe diçka, ujë të pishëm ka, por unë planifikoj që për çdo rast edhe një pus të hapet për ta pasur si rezervë, sepse ndodhin shpesh këto pompat e ujit, se ne ujit e marrim prej toke me pompa, edhe pastaj me shtipje presion shkon deri në alësi, edhe bie me lamje të lirë, edhe atë projektin në Tenov e kritëm, sepse projekt kryesor ka qenë atë periudhë, transformimi I rjetit tensionit mesëm dhe të ullët në nën tokë, në Tenov, pjesën më të madhe e kemi kri, ka mbet edhe pak, dhe projekte që do dalin në bashkëpunim me qytetarët, sepse Tenova tash për tash ka një pozicion të mirë në kuptimin edhe mos harroj, prioriteti I parë atij që duhet bërë është ura në hyrje të fshatit të xhamia që është, sepse ura është ndërtuar, si është ndërtuar, atëherë se di për arsye ndoshta juridiko-pronësore, është shrema dhe ka pengesa, atë urë duhet ta rregullojmë. Në bashkëpunim, në bashkëbisedim me pronarët e tokës që janë aty, besoj se do gjejmë mirëkuptim, se unë përpara e kam biseduar, më kanë dhënë, në atë periudhë më kanë dhënë
okej, po prap duhet biseduar, po unë i njoh si njerëz të vishëm, familjar, njerëz që kanë ndihmuar në fshat shumë, është e familje që e njoh konkrete Haxhi Sefës, që besoj që nuk do të ketë problem. Okej, këto në çfarë periudhe kohore? Po ju pyes për gjitha për shkak se në rast se ju zgjidheni si kryetar, besoni që këto afate ne do t'i rishikojmë disa herë dhe do t'ju vim para komunës për të pyetur nëse do realizoni apo jo? Kam qejf të vini. Pra, në çfarë periudhe kohore mendoni se do të realizoni? Po atë besoj periudha kohore tash unë e bëna një radhitje, po besoj që ura do jetë prioriteti i parë. Prioriteti i parë? Po, sepse ka nevojë. Pra mund të themi vitin e parë? 3 ura janë këto, në Tenov është e para, janë në Çallopek dhe në Miletin janë ura që skandaloze që duhet patjetër, do thotë janë prioritet, jo se unë e dua, ajo është prioritet. Okej, fshatrat tjera që vinë me radhë? Po vinë pastaj fshati Radiovc, edhe është falni. Gjithashtu fshati Radiovc është, si e dini vetë, përmes fshatit kalon rruga rajonale, fshatit i jep një zhvillim të mirë, sepse ati gërshetohet ramja nga Gurbunica, nga Çegrani, nga Forina edhe lidhe në rrugën rajonale. Ka një pozicion të mirë, ka infrastrukturë të mirë, edhe ati diçka të veçantë të them, po kam bet prej atërë kërë kam dalë, unë mbet pa përfunduar rjeti terciar, dhe do të i ujrave zeza në një pjesë të fshatit që mbeti ati dhe për 4 vjet nuk u lëviz ajo. Kjo është e prioritet sepse i pengon ato që janë banor ati afër. Normal ujrat e zeza e dini mos im se çfarë të keqe ati, po për shkak se nuk u vazhdu ai projekt, unë e marr përsipër se ajo do fillojë menjëherë, sepse për ujrat e zeza unë nuk kam frikë. 70% të rjetit kanalizime ujrave zeza në komunë të Bërbenicës e kam kryer me mjete vetanake, me maqinerin komunale, me punëtorët e komunës, dhe këtë nuk e kam problem sa do të sigurojmë fonde. Do thotë kjo është prioriteti i parë në Radiovc. Normal pastaj në bashkëbisedim me qytetarët do ulena do bisedojmë për prioritetet tjera, sepse unë kam thënë edhe paraprakisht, kësaj here unë nuk do të shkruaj vetëm në letër të bardhë projekte fantome, por do të bazohem në projektet që do dalin nga vetë qytetarët. Miletina dhe Çallopek. Po, Miletina, shihni, Miletin është bërë shumë asaj periude, do të rrugët në përfshat janë të rregulluara, urat e lumit atje janë rregulluar, shtrati i lumit është i rregulluar, por duhet mirëmbajtur, sa është bërë në gjendje të mjerueshme, nuk spaku një herë nuk kanë shku ta kusitin barin e jo diçka tjetër. Unë do të fokusohem në atë që është prioritet. Prioritet për mua është ajo që e nisa, dislokimi i rjetit të sionit ulët dhe të mesëm në tokë, sepse kur e ndërtuam rrugën në përfshat, prej atëre planifikova anën e Majt, do të thotë prej Hirjes deri në dalje, që të bëhet të transformohet, të bëhet kjo dislokimi dhe pastaj të bëhet një trotuar prej fillimit Hirjes në fshat deri në dalje të fshatit. Ka edhe disa punë tjera të them rrugica që ndoshta kanë bet pa bërë do të bëhen, pa ato do dalin prapë si prioritete në bashkëpunim me banorët e fshatit, dhe gjithashtu atje premtoj edhe hapje ka rëndësi të hapet edhe një pus për ujë të pishëm, sepse në periudhën e verës, sidomos kur vinë gurbaçarët tonë, ka mungesë të ujit, kjo do të bëhet me siguri, po prapë them se do jemi në bashkëbisedim. Me njerë sa do të merret mandati, do të shkoj në çdo bashkësi lokale, në takime qytetarët, të kërkoj mendimin e prioritetet, jo prioritetet që i themi ne për të marrë vota, por prioritetet që janë të kapshëm dhe që kanë nevojë qytetarët. Kësa herë unë do të ndryshoj komplet formën e platformës, nuk bëj projekte, vetëm ato që qytetarët do t'i kërkojnë. Pra do të veproni mbas kërkesave, zotoni se do të veproni mbas kërkesave që do të dalin nga qytetarët nga të cilët kërkoni edhe votë. Për fshatin Çallopek? Po fshati Çallopek është edhe fshati më i madh
normal, edhe për nga banorët, edhe për nga shtirja gjeografike territori, dhe ne tash janë di fshatra, po realisht juridikisht është një fshat. Qëllopeki, në përgjithësi infrastruktura rrugore është në rregull, kanalizimet, rjeti ujrave zeza është 90% është i përfunduar, se e kanë filluar nga dita e parë 2009 deri në përfundim të vitit 2021, do thotë vetëm se ka mbet ato krejt rjetët që shkojnë ku bashkohen me një rjet ku duhet të bëhet ajo rjeti kryesor, që çon deri në Bërvenic ku është edhe stacioni për pastrim fizik, ka ngel pa bërë dhe për 4 vjet kryetari aktual nuk e bëni 1 metër të vetëm të atij, vetëm ka shku atje ku e shohën njerëzit ndërhirje të vogla, duke i bërë atë kiçen që në kohën tim kur ka qenë kryetar, ka qenë obligim ligjor komuna ta sjellë deri aty para shtëpisë, do të thotë prej shtëpisë deri në rjetin që është të lidhen vet. Ato tash i ka bëu vetëm për marketing politik. Unë këtë formë të marketingit nuk e preferoj, sepse duhet të jesh korrekt për krejt qytetarët. Ti në rast se nuk arktojsh pare, atëherë edhe nuk mund të investojsh. Do të thotë unë do mundohem atë rjet ta përfundoj komplet, sepse ai derdhet në lumë, që është edhe obligim ligjor, pa ndoshta edhe se ka ditë këtë punë, se shumë pak e një i di nevojat e qytetarëve, por e ka kopju projektin tim, do të thotë platformën time, dhe me sugjerim të disa bashkëpunëtorëve brendshëm që i ka pas, që i kanë ditë si janë projektet e mia, por këto projekte që janë më të vështira dhe më të kushtueshëm i ka lënë bazdore. Pastaj do thotë kjo është një segment i punëve. Pastaj vazhdojmë se në Qëllopek ka edhe shumë punë tjera për të bërë. Do thotë Qëllopek i nalt, edhe në Qëllopek nalt ka disa rrugë që tani ka fillu, është duke ndërtuar, por pa marrë parasysh atë që unë e kisha, se unë asnjëherë s'kam asfaltuar, s'kam shtruar asfalt pa e krij infrastrukturën nëntoksore, sepse bëhesh diherë punë, edhe aty ka nevojë për rjetin në atë formën që e kam nisë unë në Qëllopek të ri, do thotë bartja e tensionit mesëm ose të ullet nën tokë, dhe ajo të zaventësohen shtillat aktuale që janë të devijume, të ndërtuara të vume para 40 vjet, të zaventësohen me kandilaba që janë me letë dhe kështu të dukshme. Kjo do të vazhdojë në për Qëllopek, edhe atje ku ka nevojë për ndërhirje ndonjë rrugic, me siguri do të krijet, por normal është premtuar dhe premtohet se do të bëhet një sallë e sportit, dhe është zoti ajo të jetë në projektin qeveritar, nuk kam asgjë të keqe, sepse edhe unë do bazohem në të hirat fundit mjetet e qeverisë, nuk jam mjete personale, asnjë ministër nuk i jep prej xhepit vet, janë paret tona që neve na takojnë. Edhe unë do të bazohem në ato projekte të cilët i kanë thënë se do të bëhen, në rast se s'janë bëhen, do t'i vazhdoj ato projekte, kryesurat të jenë në të mirën e qytetarëve. Po ashtu në platformën programit zhvillimor ose politik të vitit 2021, që qytetarët e dinë, është një vend i thunë ku ka qenë edhe kooperativa bujqësore e Dinstvo. Unë atë e prisha, si ishtë një objekt shumë i vjetër, e prisha, e pastrova, e regullova dhe ati instalova një pjesë të maqinerisë të ndërmarrjes publike komunale, ku me pretekst që ati parashikoja të bëhet, të vije, bile kam pas edhe kërkesa, ka pas edhe nga Ministria e Punëve të Brendshme ka bërë inspektim të terrenit për ta bartë stacionin policor, sepse ne ende udhëheqena nga stacioni policor në Zherovjan, që në mënyrë administrativisht nuk na takon, duhet të kemi stacionin policor tonin. Pastaj parashikoja aty një objekt për zjarfikës, parashikoja një objekt për shërbimet komunale, dhe isha në bashkëbisedime me një kompani turke për një partneritet publiko-privat, për një mini klinik, të them kështu, mini klinik që të jetë 24 orë të ketë shërbim, sepse është teren i gjerë, ka intervenime të shpeshta, dhe derisa të vinë ndihma e parë, do të jemi më afër qytetarëve, do të mundohem të rivitalizoj këtë projekt dhe të shohim çka ka edhe prioritete tjera. Në Qëllopekin poshtë, po ashtu
ka edhe atje disa projekte të papërfunduara që janë, do të thotë projekte që janë të rënda për realizim janë të papërfunduara. Do të thotë janë bërë vetëm këto që janë sa për të parë, për të përblerje votash. Nga anë e kundër kandidatit? Po, nga anë e kundër kandidatit, sepse ai tash bën një edhe kodeksin po të kesh shtet juridik, duhet dikush edhe për këtë punë të merret, sepse ti nuk mundesh në kohën kur janë shpallë zgjedhjet, ai ka filluar një kampanjë që është për tu habit, do të thotë shkon kush e 5 vota, ati i qonë bekatonat, ati shkojnë maqineria, punojnë, vetëm e vetëm për të blerë vota, po besoj që qytetarët janë të vetëdijshëm dhe nuk do bie në grac të kësaj. Në Çellopek kemi një fushë futbolli shumë të mirë, që janë ndërtuar me vetë kontributin e fshatit, fshatarëve, ku luan ekipi i futbollit Besa, që ka, mund të them se është në nivel të stadiumeve të ligës parë, por për fat të keq ati ka pas një problem me barin, e premtoj se do ta rregullojmë ata me bar artificial ose në bashkëpunim me udhëheqësinë e klubit Besa, ati do ta jap maksimumin, sepse të them sinqerisht, në drejtim, derisa isha kryetar komune, unë kisha një qasje tjetër ndaj sportit, ku unë premtoja të bëjmë një ekip komunal për futboll, por ja që fshatrat deshtën të bëjnë ekipe të veta, por vendimi është e atyre, unë do të mundohem të i përkraj, me krejt mundësi që i kam në dispozicion. Normal që në buxhetin komunal do të parashom mjete të caktuara konform buxhetit, sa lejon buxheti, nuk them me shumë me shifra, sepse kollaj është ashtë të thonë 50-15%, po duhet të shohim buxhetin për sport dhe kulturë, po ashtu në Çellopek ka nevojë për një sallë, për pallat kulture, apo një sallë multifunksionale, të them më mirë një sallë sporti, ku ati mund të zhvillohen edhe aktivitetet sportive për shkollën e fshatit, edhe për evenimentet tjera që janë këto multifunksionale. Do thotë, kështu që po ashtu parashifet një qerdhe të ndërtohet, sepse qerdhja që është në fshatin Bërvenic u ndërtuar në vitin 2017-2019, por për fat të keq atje është kërkesa është më e madhe ndaj ofertës, nuk ka hapësira të mjaftueshme për fëmijët e krejt fshatrave që gravitojnë në komunën e Bërvenicës, është e nevoja që të ndërtohet edhe një qerdhe në Çellopek, edhe kjo ka qenë premtimi disa gjatë kësaj periudhës të subjekteve politike që janë të pushtetit aktual, dash Zotit të ketë mjete të planifikuara, do të thotë unë do të vazhdoj që ato mjete të realizohen, do të thotë prapë them dash Zotit jetë ashtu. Nuk i dini se i morëm me rend të gjithë fshatrat? Po fshatrat besoj që nuk i lam, përveç tash kalojmë në Bërvenic, sepse Bërvenica dhe Sellarca janë edhe ato di fshatra që gravitojnë pa marrë parasysh, se unë asnjëherë nuk kam bën ndarje nacionale. Kam qenë transparent edhe atë din qytetarët. Në rast se në Bërvenicë nisa nga e para ka qenë shumë elanët bazdore me ujërat e zeza, me ujërat atmosferik, u kriju një super infrastrukturë. Edhe ato janë mirënjohës. Në Bërvenicë është fshati i madh gjithashtu, meriton edhe atje ka punë për të bërë, edhe pse këto rrugicat janë duke përfunduar, thash, fokusi ka qenë aty, dikundi në bazë të disa të dhënave që kemi, nga afër 2 milion euro investime që janë bërë gjatë 4 vjetëve në nivel të komunës, 1.500.000 euro janë investuar vetëm në fshatrat maqedonë. Do të popullata shqiptare me 65% pjesëmarrës, edhe në buxhet, edhe fizikisht, edhe si ta marrësh, ka përfituar 500.000, ato do të është bërë një disbalans i investimeve që është për keqardhje, por këto do shifen më vonë, sepse shifni, unë në fillim të mandat, do thotë, kur i përmenda tokat ndërtimore, besoni se në para se të mbaroj, do thotë, të shpallen zgjedhjet e lokale 2021, unë bëra një shitje toke atje për krijova një park solar, që quhet parki solar, 90 hektar tokë në fshatin Stenqe në anën e Majt,
që i ka krejt para kushtet ku unë kam punuar për atë park prej vitit 2010. Kam bo matje, kam bo krejt edhe ka referencat janë shumë të mira, edhe për atë ishtë interes i madh. Vetëm një shitje që e bëra unë para se të shpallen zgjedhjet, ka pat të hira materiali në komunë dikun 96 milion denar, në kundër vleri vjen në euro 1,5 milion euro, të cilët ngelen mjete në buxhetin e komunës të kryetarit aktual, po normal që komuna ka pas edhe borxhe, si çdo komunë tjetër, po kanë qenë borxhe reale, jo borxhe fiktive, dhe si do të jetë shuma e mjeteve të mbeta ka qenë shumë e madhe sa ajo kërkesa që adesh të bëhet. Pastaj filloi shitja skandaloze e pronave, ku unë mendoja me shumë bindje që mund të argumentoj gjithmonë, edhe du të argumentoj në të ardhmen, dikund kam planifikuar nga këto toka të arktohen në buxhetin e komunës afër 10 milion euro, ndërsa nuk janë arktuar as 2 milion të plota, përveç kësaj 1 milion e... Shqipni tash, 20 hektar tokë, 20 hektare kam shit unë për 1 milion e 500.000 euro. Tash janë shit 40 edhe dikund 80 hektar, janë shit edhe 80 hektar tjera, 4 herë më shumë, shumë krejt kësaj nuk është sa ajo shumë. Edhe këtu shifet se çfarë shitje është bërë. Shitje skandaloze. Shitje në 4C. Simbas blerësit. Para janë marrë vesh, pastaj apo shitja. Që kjo duhet, po të ketë shtet juridik dhe kështu si proklamohet, këtu ka shumë punë për të bërë. Sepse nuk mund të shesësh pronën e shtetit ose të qytetarëve si të vjen. Ka një pronë që është krejt qytetarët e din, edhe atë dua ta them sepse e din banorët e komunës Bërvenicës, mbi kompleksin Delfin që është ose restorani Delfin, dikundi nga prej shtëpisë përmirësuese deri në fshatin Çegran janë shit 40 hektare, asaj i bjen 400.000 metër katror tokë, është shit për 400.000 euro. Skandaloz. 1 euro metri katror. 1 euro pa, se sikur e të bëheshte parcela, të bëheshte si duhet të shiteshe, minimum çmimi duhet të shitet deri në 5 euro. Okej, do kisha dashur që para se të kalojmë tek tema tjetër, një shpjegim pra për shikuesit. Ne gjatë kësaj fushate zgjedhore kemi paraqur në studio pas debateve me kandidatët për kryetar komunash, të kemi edhe kandidatët për këshilltar komunal, pra mundësisht të barcin e listës nga secili koalicion dhe nga një përfaqësuese të gjenisë kundërt me barcin apo barcen. Mirë për shkak se në komunë të Bërvenicës, pra nga anullimi i pjesëmarrjes në emision nga ana e koalicionit vlen, sot nuk i kemi prezent në studio, pra as kandidatët për këshilltar nga koalicioni i Aleancës Kombëtare për Integrim. Andaj pyetjet të cilat kanë qenë të dedikuara për këshilltarët, pra disa nga pyetjet doja drejtoj kandidatët për kryetar komune nga njëjti koalicioni i cili është prezent në studio. Zotri Pajaziti, si është bë përzgjedhja e këshilltarëve? Pra, a janë kandidatët për këshilltar të ekspert të ndonjë fushë apo lëmie, apo për shkak se jemi mësu padoshur të paragjikoj, zakonisht bëhen këshilltar ato të cilët kanë më shumë votë apo janë familje më e madhe. Megjithatë, unë do kisha dashur të pyes juve se si është bë përzgjedhja e këshilltarëve në komunën të Bërvenicës nga koalicioni AKI. Po, faleminderit, kjo është pyetje shumë me qelluar, sepse unë edhe në kampanjat parazgjedhore të përparshme që kam qenë, gjithmonë kam apeluar në këtë se kjo është një pikë shumë e ndihshme, se ne jemi mësuar të kandidojmë këshilltar për hatër, se është pa punë edhe është i kësaj mahalle ose është mahalle e madhe, do mbjerë vota më shumë. Besoni se kjo është shumë e dhimbshme. Kam qenë 3 mandate me këshilltarët dhe për 3 mandate nuk e dia ka ndodhë dhe njerë, pa e mund të ke ndodhë rastësisht nëse kam qenë jashtë shtetit që mos marr pjesë në seancat e këshillit, për t'i dhënë këshillit peshë. Për fat të keq, kjo nuk ndodhen ashtu si duhet, se thatë që duhet jenë ekspertë lëmë i vendrishme, sepse
Këshilli komunal është korektori i punës së kryetarit. Ajo është në fjalë tjera thuhet mini parlament, parlamenti i komunës, si është parlamenti sepse këshilltarët janë ato të cilët duhet ta bartin kërkesën, zëri i qytetarëve te kryetari, pastaj pikat të cilat vijnë në rendite duhet të jenë konform kërkesave dhe këshilltarët duhet ato tip aprovojnë ose mos i aprovojnë. Unë kam pas shumë vështirësi, po falë asaj që unë kam qenë prezent gjithmonë dhe kam arrit të mbaj një balans të mirë në këshill, kam arrit që këshilltarët të bashkëpunojnë, por besoni që kam pas shumë herë edhe debate të ashpra ku shumë herë ka ndodhur që pikat mos kalojnë. Do thotë unë e kam preferuar, unë vetë kam nxit debat. Edhe kjo ka dhënë, s'ka kaluar, pastaj adesh të bisedojmë, të miremi vesh se çka është prioriteti e kështu me radhë. Por ja që kjo përsëritet në këtë mandat, unë kam sugjeruar te aktivi politik shtabi zgjedhor i AKI-s që në lista zgjedhore të hinë kandidatë të cilët kanë potencë, që kanë njohje, që kanë dëshirë të kontribuojnë. Mos jenë vetëm për të votuar, sepse ky mandat që kalon tash është në përfundim 2021-2025 ka qenë këshilli më i dobët që ka pas ndonjëherë komuna e Brvenicës. Po të marrësh proces verbalet, do të shihni se përveç di kandidat që kanë debatuar, tjerët vetëm e kanë mbajtur dorën lart dhe kanë votuar çka ka propozuar kryetari, një propozim i vetëm nuk është kontestuar. Kjo ka qenë e dhimbshme, edhe pse ai vetë nuk ka marrë pjesë në për këshilla, por ka deleguar njerëz të cilët e kanë koordinuar që çdo kërkesë të kaloje, vetëm e vetëm që paushalli të jepet. Ka pas mjete financiare në dispozicion dhe kështu që i ka kënaq nevojat e individëve të cilët për t'i kaluar projektet ai që ka dashur. Do të po të kishte pas një këshill si duhet, nuk mund të investojë 3 vjet e gjys vetëm në Brvenicë dhe në Sellarc. Duhet të investojë në fshatrat shqiptare. Por ai 3 vjet e gjys vetëm në Brvenicë ka investuar edhe në Sellarc. Askush nga këshilltarët nuk e ngriti zanin të thotë çka ndodhen. E kjo inshallah nuk do ndodhe. E para që besojnë në listën e këshilltarëve, edhe AKI-ja ka listë të mirë, po edhe Vleni ka listë të mirë, edhe ne kemi një përparësi që duhet ta them tash, sepse ne dalim me di fleta, me di tabore, jemi di lista këshilltarësh do kemi, vis-a-vis pllokut tjetër që kanë 6 lista. Edhe dash zoti ne mobilizohena, dash zoti ne i motivojmë qytetarët tonë të di taboret politike. Unë nuk flas gjithmonë ne. Do thotë ti nxitim qytetarët të dalen të votojnë. Në rast se ne i nxjerrim votuesit tonë të cilët janë këtu, do thotë rezident, janë popullat që jetojnë, besoni që unë jam i bindur të ta mrijmë numrin 10. 10 këshilltar. Po, që asnjëherë s'ka qenë. Komuna e Brvenicës sa ka në total këshilltar? 15 këshilltar. 15. Po nga 15 po thoni se 10 do të jenë shqiptar. Po kjo krejt do të varet se sa do të punojmë në terren, sa do të punojnë kandidatët, po nuk di shoj, se edhe kundër kandidati im është aktiv. Edhe këshilltarët duhet të jenë më proaktiv, që edhe ato të punojnë më tepër që të nxjerrin sa më shumë votues. Në rast se arrijmë këtë, ne do të kemi një këshill shumë të mirëfillt. Okej, përndryshe, a ka ra numri i këshilltarëve të Brvenicës me këtë ligjin e ri të cilën kaluan në kuvent në bazë regjistrimit fundit me banor rezident dhe jo rezident? Jo, nuk ka ra. Gjithmonë Brvenica i ka pas 15 këshilltarë, ne ngerim në atë 15 këshilltarë, por për fat të keq ka ra numri i të punësuarve në komunën e Brvenicës. Numri të punësuar. Do thotë se unë kur kam dalë në vitin 2021, gjithmonë unë jam udhëheq prej balanserit 3-1 se ashtu na takon në Brvenicë. Do thotë 3 shqiptarë në Maqedonë ashtu ka qenë dhe unë i kam lënë 18 shqiptarë të punësuar në administratën komunale dhe 6 Maqedonë. Tani është e gjys. Edhe e ka mbush me sa që edhe hapësirat e komunës nuk kanë më albo si disa komuna që mos i përmendi, ku me një zirë rinj ka 7-8 vetë dhe nuk ka edhe kushte për punë, kështu që unë punën e parë që do bëj duhet të krijoj hapësira të reja që t'u jap mundësi komoditet për punë, sepse ka qenë një ndër administratat më të konsolidume
ka pas administratë të mirëfill të përgatitur. Ta shërbimet me mbi punësimin që është bërë, prap disa shërbime, furnizimet publike i bën Komuna Jugonovcës për Bërbenicës Valla, nuk kemi ne të përgatitur administrator në komunë të bëjnë furnizimet publike, i bën i punësuar në komunën e Jugonovcit. Kështu që administrata komunale e Bërbenicës dhe kështu nuk kanë qasje se çfarë propozohet, si bëhen tenderat, si shpallen tendrat, edhe janë disa shifra skandaloze, bile besoni tash në investimet që bëhen tash, ajo është vetëm marketing, janë hereditë çmimet, do thotë, nga çmimet reale të tregit. Kërkush nuk e ve në diskutim. Askush nuk flet për këtë punë. Zotri Pajaziti, do kisha dashur nga ju për fund pra një apel qytetarëve të komunës së Berbenicës, një apel të shkurt, ato që doni ta thoni, ato që e keni menduar dhe pse ato do duhet ju votojnë juve. Një apel shumë të shkurt. Po kështu, qytetarë të nderuar, më njihni mirë une sepse me ju jam tër jetën, po si kandidat kam qenë 13 vjetë, edhe 4 vjetë që ishim në garë, edhe tani prap kandidat i ri për mandat të 2021-2025, apeli im është që masovikisht të dilni të votoni. Mos ngele një vote vetme në shtëpi, pa dalë, sepse vota juaj është e fitorie jonë. Ne si kandidat që jemi, pa përkrajen tuaj, pa u mobilizuar mirë, ne s'kemi qa bëjmë. Ne kemi bërë punën tonë, unë për veten time nuk e kam pas letë të rikandidohem, sepse edhe e bën të veten edhe mosha, jo se ndjej veten keq, unë ndjej psikofizikisht shumë mirë, po ja që ndoshta janë shumë mandate, ka edhe ati lloj diskutimesh, po pa marrë parasysh atë, unë besoj të qytetarët, besoj të korekcia, besoj se qytetarët e mi më njohën mirë, dhe besoj kësa here që mobilizimi të jetë në nivel maksimal, mos ndodhet 2021-shi. Po të njëjtën punë e bëjnë edhe kundër kandidati im, sepse edhe apelet ati janë gati se identike, sepse kemi një breng të vetme. Ne nuk kemi garë, si të them si kanë komuna tjera, di kandidat shqiptar, po cili të jetë më i miri do fitoje. Kene, prej di kandidatve, njeni do të shkoje në raun të ditë. Edhe kushdo që të shkoje nga ne di në raun të ditë, unë ja publikisht, para në këtë televizion, e them me përgjegjësinë më të madhe, morale, njerëzore, fetare dhe kombëtare. Në rast se kundër kandidati, miku im Aqim Ramadani, ka një vot të vetme, unë e kam thënë, e them edhe do ta them, se prej të nesërmes do jem në shtabin e tij zgjedhor dhe bashkë me atë do punojmë, në ka nevojë do shkojmë në diasporë, sepse kësaj ere për rondin e ditë diaspora do ta vulose fitoren e radhës në komunën e Bërbenicës. Zotri Pajaziti, një falenderoj shumë që ishi pjesë e këtij emisioni, për shkak se debat nuk mund të them me që kundër kandidati nuk ishte këtu. Shpresoj që të kaloni mirë në këto zgjedhje në aspekt të organizimit dhe mbarvajtjes të procesit zgjedhor. Faleminderit shumë, po unë për hir të korekcisë, sepse atë që lexuat ju statusin e zotit Aqimit, pa keq kuptim, kërkoj ndjesë të qytetarët se unë nuk e bëj këtë për ta promovuar vetveten. Unë e bëj këtë për të nxit, për të mobilizuar elektoratin të dalën të votojnë. Le të votojnë me vetdijen e vetë, se nuk bëhet çameti, kush është më i miri, ai le të fiton. Për atë mos kemi keq kuptim, ajo është përcaktim i atij personal, por ne do të kemi edhe debate tjera të radhës, besoj se edhe televizionet tjera nacionale, lokale, por televizioni Koha është shumë i mirëseardhët, sepse ka hapësirë të gjerë në Pollok, edhe bashkëqytetarët, sidomos fshatrat tonë përcjellin krejt, besoj që në rast se diçka kam haruar, kam lëshuar ta them se kjo është një bashkëbisedim, unë jam i gatshëm që për sugjerime, për të korrigjuar, sepse ne jemi njerëz, por asgjë me qëllim dhe
gjithmonë për të mirën e përgjithshme. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për kohën, Faleminderit për prezencën dhe respektit që na nderuat. Faleminderit. Ju uroj sukses. Faleminderit. Të nderuar shikues, ne do të përfundim këtu me debatin apo me emisionin për komunën e Bervenicës, ku ishme së bashku me zotrin Enver Pajaziti, kandidat për kryetar komunën nga radhët e koalicionit Aleanca Kombëtare për Integrim. Ndërkaq që unë nga këtu ju paralajmëroj se gjatë ditëve në vijim, pra gjatë gjithë fushatës zgjedhore për zgjedhjet lokale të vitit 2025, ne do të organizojmë edhe debate tjera për komunat që gravitojnë në fushën e Pollogut, edhe atë si Te Arca, Bogovina, Zhelina, Vrapçishti, Gostivari, Çajiri dhe Tetova. Pra, unë do ju kisha ftuar që të qëndroni në frekuencat e televizionit koha dhe të ndihni debatet që do të organizojmë me kandidatët për kryetar komunash, por edhe me kandidatët për këshilltar komunal. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen dhe bashkë miru takoshmi të mërkurën.